يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Tu poshtë jemi duke folur ende në kapitullin e agjerimit. Dhe vazhdojnë aty ku e lam herën e kaluar. Ndërsa shtrohet pyetja. Nëse ndonjërit prej neve është orë koha para se me përfundu koha e imsakut, ose para se me hi koha sabahut, se me rregull është kështu. Me rregull, është ne kemi të drejtë me ngram, me pi, derisa të hin koha e sabahut. Por që njoni ose ka ndodhur ndaj trullim i vogël në kuk, ose ka flajt deri në dakikat fundit, ose kur është qu, ka mendu që ende ka ku për me ngram buk. Edhe ja nis ngram. Do më mendon që hale ka ku me ngram syfër, edhe han, ko gjë mirë. Kur t'i afrohen familja, o bob, qa bone? Bisha o bob. Por që një 10 minutave që ka dollë koha, por një me unë e kisha një përshtypje të madhe se hale kam ku. Që kjo përsendash. A ko, a gjerim, as ko. Edhe kur tja koha iftarit, ndodhen vrancira, s'po shikohet nuk puna me paku gjo, edhe e këshyrë sahatin, po që i kësh të dhovit kjo farë bataria e sahatit, edhe ja qëtë pak ma heret. Kjo që lënë që ato, thot, ka posë që tash me hi, vrancira s'po she, edhe i gra. Kur ta man t'i gati të ngop, kjo kur vinat atjet mu afru për iftar. Qa ke bomare? Se hale beli nuk i ka hi, këtë të janë, unë ngop, ato hale, si ka hi koha. Që kjo, a i pranohet qëtyre dëve personave, agjerimi i qasoj dite a jo. E kanë trajtu fukahaja islam për këtë njeri dhe thonë drejtën. Nëse shkojna si pas shkollave juridike, 4 shkollave si Hanefite, Malikite, Shafi'ije, Hanbelije, thelbe, në mesin e shkollave juridike ka fjallë, ma shumë se një, por ato si shkollë kanë marë që të shka i përmenda, kanë thonë, ma e saktë është që kjo person do të me bo kaza. Këta thëjë, do të me bo kaza. Na vjen keq, pse që është se këshyri sa otin mirë, pse se ke për tjilë mirë, do të me bo kaza. Hangë mërë e bon hale nuk e dita, unë e kisha një përshtypje të madhe, e kisha që hale nuk i ka hi kua sabahit, kun pos ku, për që ta, vëlla ti e pote përshtypjen që e pote s'ka lidhje, me rëndësi ti do të me bo kaza këtë ditë. Mirë po disa djetarë të tjerë, prej tyne, Ishaq ibn Rahuja, një mendim i Ahmedit, një mendim i Davudit, një mendim Ibn Hazm Dhahiriut. Beli ky Ibn Hazmi ka pas shku në librat e tij, ka thonë që që shtu kanë hesat atë partë shumica. Edhe, thonë drejtën, edhe El Muzenni, një për djetarëve të mëdhejbit Shafi'i, por edhe Shekull Islam Ibn Tejmije, kanë shku nga kjo mendimi edhe Ibn Tejmini për bashkëhorve, kanë shku që me që është puna qashtë, se ke bon, ti ke pos një përshtypje të madhe, një mendim koqë të madh, dhan, i thujnë. Se dhan një arabisht, kur është shek është 50-50. Po nuk po flet për dyshimin ton 50-50, por flet për dhan. Dhan është diku një 70% ti e ke pos përshtypjen që hale si ka hi koha sabajt. Apo vrat? Qashtu edhe për s'ka përëndu djeli në aksham. E këta djetar që ka i përmenda ta nja nuk muna me thonë që kjo ka nevoj me bo kazatë ditë. Dhe në fakt nështë kjo është më e afërta.
se nuk ka nevojë me bo. Edhe pse ti hangre mos i ka hiku asabojt. Por ke pos përshtypjen e madhe që hale ka ku për me ngron. Tani morë vesh pak me vones, elen si ta merr elen, ama nuk e ban kaza. Edhe në akşam çashtu, ke pos përshtypjen që i jini koha se ora ta qet ke çështë përmenda. Edhe nuk e ke pos përshtypjen që ka hiku. Ku tak e shë që jo si pas ka hiku, vetëm se edhe këti i pranuhet agjerimi i asoj dite dhe nuk ka nevojë me bë kaza në saktën fjalë në mesin e dy fjalëve. A kuptuat çfarë? Se harani. Po ku po mbështetni ju që pe bani më saktë ton? Thanë mas porin fjalën e Allahut azza wa jall. Allahu tha: "Wa laysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Ju nuk keni gjunah nëse bani ndaj gabim pa doshje, por gjunohin e keni nëse me vetëdije e bani. Kështu që me vetëdije se keni bëju këto prishjen ose me ngron për te kohës edhe me prish para kohës. Se keni bëju me vetëdije. Argument tjetër thaf Allah azza wa jall: "Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana." O Zot, mos na dëno, mos na merr për të madhe nëse prej harresës bojmë diçka ose prej ose gabimisht e bëjmë. Edhe është në sahin e muslimit që Allahu i ju thot, se kjo është pjesë e Kuranit, por Allahu i ju thot na'am. Pra nuk do t'ju marr nëse e bani gabimisht ose pa dashje. Edhe keni bërë gabimisht pa dashje. Kjo është si argument. Pa njoni haxhi. Han i ka hiku asaboj goti, por ai nuk ka shumë njohuri. Ai është i ri në fe. Edhe nuk ka shumë njohuri, as rrethi si kanë tregu, frikja ka nis me zbatu fejen, kur ai han me vetë me dijen e vet sot po den. Mendoj që bën vakia veç kur t'ja nisin rrezet e diellit me dal do të me lancat e rushimin. Me vetën. Po që ky a do të më bë kaza? Kjo është më e lehtë. Kur e ban prej ignorancës, kur e ban prej mosdijes, thellë, aja e para s'ke prej mosdijes. A e kuptuat dallimin? Ajo e para ke, se ti ke pos bindjen që i ka hale kokua, mo, që shtu ta kanë qitë urat e këtu. Ndërsa prej mosdijes, prej mosdijes është ma e letë. Ku po argumentohemi? Në rastin e Adi ibn Hatim, një shok i pejgamberit. Kur zbriti ajeti, Allahu tha: "Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr." Hani pini derisa të shihet peri i bardh, derisa të vërehet peni i bardh prej të zevit, të dallohet peni i bardh prej të zevit. Atë çka ka bëu ky sahabiu? Ky sahabiu e ka marrë një dy pena, njërin në bardh, njërin në zi. Edhe i ka shni i lon këtë jastoki vet. Ve hanke, pike. Edhe këshirke, mi pa te nuk i këm pos dritat e sodit. Edhe merë ke që të kja thonë, apo shijet që është i bardh aja? Ja nuk po shijet, a i ga ke henez. Hajde për. Apo mu i mi dalu penin e bardh për i zivit ajo, hanke qashtu. Edhe kur shka i tek pejgamberi, a.s. tha, o qështu unë jam të vepru. Si ja këta i pejgamberi, a i tha pejgamberi, e vëlloj, ti po do kam i bo kaza, ato që se ti pas ke prish. Kjo ka pos për mosdijes. A i tha kështu? Nuk i tha. Ama një për rivajeteve i tha, po jastak të madhë pas ke pos. Po jastak të madhë. Në të kuptimin që pas ke zonë ti dritën me rësirë në ketë atë. Jo, ta po është po qëllim nata dhe dita. Kur të vrehet nata si natë, vrehet që mu tash të natë, ka fillu dita. Kjo është qëllim thana jetë. E pas ke pos ta jastokin e madhë, ta pas ka zonë natën dhe ditën. Por, nuk i tha bane ka zonë. Nga që kjo kuptuhet se nëse ke ngronë që është ashtë mëngjes, edhe me si ka i kua, prej ignorancës, i ri në fejnë praktikim e sene, nuk ka nevoj me bo kaza. E nëse ke mendu, pi përsejti sa mi moment kjo, nëse ke mendu thellë që ke pos një mendim 70% të menduarit, se i ka hi, hales i ka hi kua sabojt, ke hangër, a pes pas ka nevoj me bo kaza. Por ke pos një mendim 70% që i ka hi ku akshamit, a ti ke hangër, a hales i pas ka hi, a pet dita nuk të prishet. Por me pos një parasysh. Në qëton që thash,
kur ti hin ku asabahit. Kur ti hin ku asabahit ti pave të dije, në atë kuptimin ke pos mendim që hale si ka hin, si ta mërsh vesh dush me lo me një herushimin. E para, edhe nëse ke prish para kuhe, vrancira, tu ka ngatru ora, nështë e ke prish një 10 minuta për para, 20 minuta. A vëse? Një 20 minuta. Mirë po, tërë një jafërm, tha, nane bukër mëre, pse? O e tha hale si ka hin ku, tu pas ka prish ora, ti dosh me nalë me njëherë. S'ko më thë, valla, tash me si anisa pe vazhda, ju. Dosh me nalë, me lanë që atë. Edhe agjerimi është në regull. Ndërsa, dalimi që thash dhën, që kjo 70% ke pos një përshtypje. Po me bo vakia, nuk e kime 70, e ki 50 shek, dyshim. U qove në syfer, për t'ish po dyshan. Nuk ta nën zemra jote që hale ko vakt. Po e ki, se ti me hongër dhe pak buk, se dyshush jam i unë këtë, ende jam i uritur ose i unë të se. Ta hoa dhe pak, ki dyshim. Po me thonë jonë, po ta mërmene që hale ki ku, po da jes, guzej me thonë, asani. E që kjo 50-50, nuk qëfsh notën, e ki 50-50, dënë më janis dita së pranë e vëtë. Që e ditë? Se ako me dyshim, e qka me vepru? Këtu vepruhet në aton cilën një, ti e natë. Vepruhet me, po nuk pranë e vëtë. Edhe qashtu, edhe nëse janis akshomit. Vjen ku akshomit, me 50-50, s'ke pos bindje ti, ose s'ke pos një përshtypje të madhe që i ka hikuha, atëherë agjerimi nuk pranohet. Kjo. Pastaj, na henez jem të forë se shka e prish. Agjerimin. Agjerimi prishet nëse qëllimisht ngran ose pin. Qëllimisht, ngran dhe pin. Dhe, thonë drejtën, ashtë modhe e kënë po djetarët islam me ngran dhe me pi, me vetëdije, se porë se të falke me dyshime, me vetëdije, ke ngran dhe ke pi, ashtë modhe e kënë po, sa që kënë thonë, më ka të jëtë, është, që ka thonë edhe imam dhe Hebiju, ka thonë më kati jëtë është më i madhë se më kati i njonit edhe që alkohol që pinë. Nëse njoni për neve e len agjerim pik ditët për qetë e prish, se mundën kur gjo, më kati ti është më i madhë se me pi alkohol, ose me ngron mishderi, ose me bon imoralitet. Po e modhe është, të na e dhënë kësi kur gjumë. Më të madhe e kom me kotën se me bon imoralitet. Zina, prostitucion. Po të madhe kanë me kotën. Sa që, aqë të madhe kanë me kotën, dikush për i djetarëve islam, kur kanë mbledh argumente, ka thonë, mendoj që kësë mbetet në fejmë o heqë. S'pa thejme që është bashkë ma sakta fjallë, por mjafton që pas kënë shku ka që lartë. E prishi që kë, pa do të me bo kazakë, që të ditë, për shumë nëse njoni e prish qëllimisht, gjënohin e patë, pa do të me bo veç një ditë kazakë, apo do ka ma shumë se një ditë, veç për pikë të qefit, pse e prishe mujnë e Ramazanit, a veç qatë ditë e maj kazakë dhe gjënohin qafë, apo po do ka ma shumë. Shumica fuqahave islam, si të me dhebi Shafi'ia, Hanbeli dhe shumica, kanë thonë se qatë ditë, mëkatin dënë pëndim sinqer për qatë mëkat, edhe qatë ditë ka me bë kaza. Por disa të tjerë, s'pej thejme që është e sakta, por mjaftën që shkollat të mëdhaja juridike, si me dhebi Hanefi, edhe fjallë edhe me dhebi Maliki, adi që kanë thonë? Me bë vakia, njoni me prish qëllimisht për pikë qefit, do të me bë kaza, po qatë ditë, po jashtë në qasoj ditës do të edhe kefaret. Dhe që e bjen kefaret. Me këshu me halakat në rejthin tanë, mos po gjonë i rëbë, në i kënë, në luftë, dhe që kënë morë pjesë, ku e kënë zonë rëbë, keni parasysh në betejat, do të me gjithë një rëbë me liru, me thonë je i lirë, mu të shpagu e keqja pse anise qëllimisht. Po me bo mësë me gjithë rëbë, se ta shështije, që me bo? Kanë thonë, atëherë dosh me agjeru 2 muj ditë panol heqë. Se 2 muj ditë panol plus atë ditën. Kjo 2 muj ditë një kefareti veç. Kështu thanë,
Mëdhebi Hanefi, edhe të mëdhajt mëdhebit Maliki. Me bo me prish qëllimisht. Ose me liru rëb do të pastaj edhe kazon një dit, ose 2 muj dit me agjeru pa ndërprej. Po as kjena është të zmohet, qëka me bo? Thanë atëherë dush mi qitë një 60 të rrethit tanë do të varfër, edhe mi bo një ushqim deri sa ata talojnë vetë. Mi ngup ushqim. Një 60 burra të mirë, e devotshëm, e mi gjetë, e mi allo ushqimin. Zgjedh dhe merë. Jo, zgjedh dhe merë nuk është. Rënditja është mas mirë. Mas pori liruhet rëbë, pastaj 2 muj dit, nësa s'kon s'mon, do të mi ushqy 60 të varfër. Pse këto, s'po themi që është ma sakta. Ma sakta është qatë dit, duhet me kënton shumica ulemave kështu, edhe lezën e daj me kaur me këtë konkluzën, që qatë dit e ki kazo, edhe pendim për mëkatin që ka e bone. A që i madhë kë ka mëkati, so që u diskutoj ka të shumë, më i madhë se so me bo imoralitet, e me vjedh, e me hangër mishderi, e me pi alkohol, veç pse ke prish për qef. Veç pse e prish për qef. E dikush pas ka thonë, po diskutoj ka një monin besimin e ti. A thu, ka që kë njëri besem as ka. Kjo pra është prishja, e prish agjerimin, se porzit na e thamë, jo e dite se dite, e lindi djeli e s'lindi. Kjo ke pa dje, me vetë të dëshirë, prishet me ushqim dhe pije. Kjo ke ajo. Pastaj, a muna pa këtull? Hajtë dhe një. Edhe qka tjetër e prish? Me vjell, a kini mendu këto? Nëse një onit i teket atë qyshtet, onë e thëtë mu ka murë shka borki, si jam për në disponim. Edhe shte gishti na shka ban, edhe vjell, që kë, qëpar ka bo, edhe kë e ka prish agjerimin e ti. Me po me shte gishti me vjell, ose me ndryut borki na shka ban metoda, ja imponën vjelljes, atëherë agjerimi jëtë prishet. Po me po bakia njën i ka hongër sëfër shumë. Nuk po e ngucë kë vetën e vetë me vjellë, por pi del vetë, që kjo e prishi, që ti shka i del vetë nuk e prish, e qaj qka ja imponë vetës për me vjellë, qaj e ka prish. Dalimin e më të vesh, me vjellë, me zërë e prish, me vjellë pa hiri, pa dashje, nuk e prish. Argument, tha pejgamberi alejhi as-salatu, hadith që se Abu Davudi, edhe Tirmidhi ibn Majah që kalboni ka thonë që vërtet, tha pejgamberi, men dhra'ahu al-qay'u faleysa alayhi qada. Kush vjell pa dashje, s'ka nevojë me bë kaza atë ditë. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Kush vjell qëllimisht, ka me bë kaza atë ditë. E kuptuat? Me vjell qëllimisht, pra kjo po ta prishka. Me hangër me pi qëllimisht, edhe dënimi, por edhe me vjell qëllimisht po ta prishka. E çka e prish tjetër, e vazhdojna edhe herën rodhën e ashme, inshallah. Jusmi Allah të na fort në mshiran, jusmi Allah në azza wa jall me njerëzit e mi në xhenetën e takon. Walhamdulillahi rabbil alamin.